Vlora shihet e zbrazur në këtë prag 100-vjetori, e grija e plurit apo baltës mbizotron në rrugët kryesore, sheshet dhe lagjet e qytetit nga qendra në periferi. Ndërkohë që situata duhet ishte ndryshe për të gjithë ata që këtë qytet e kanë për zemër e që krijimin e shtetit shqiptar e cilësojnë veçanërisht në këtë 100-vjetor krenari. Vlora e cila duhet gumzhinte nga aktivitetet, hareja e të shoqërohej nga pamje pastërtie të festës, sot prezanton vetëm grinë e zbet të baltës dhe kaosit. Situata ndryshon sa kalon në drejtim të qyteteve të tjera, si Fieri, Lushnja, Kavaja, Tirana, Shkodra e deri më thellë në veri të vendit, ku qytetet janë ngjyrosur me ngjyrat e flamurit dhe dekorin e festës së madhe. Gjithandej ka pasur ndërgjegje qytetare dhe kombëtare nga strukturat e njësive vendore për të krijuar atmosferën e duhur festive në çdo qytet apo fshat të vendit. Ndërkohë në Vlorë, aty ku duhet të ishte dhe simboli i festës, ajo absolutisht nuk ndihet. Vlora është shëmtuar e zymtuar në këtë javë të fundit para ditës së madhe. Në rrugë has vetëm asfaltin e papërfunduar, trotuare të papërfunduar, sheshe në rikonstruksion e masive zhavori e inertesh gjithandej, e tani më që nisën dhe rreshjet s'dihet se kur do të marrin formë. Në shtyllat elektrike përgjatë bulevardit kryesor në qytet apo të tjera akse kryesore, Koçoku vareshin dikur flamuj Kuqezi, në prag të festës së pavarësisë, në këtë 100 vjetor, has vetëm me grinë e shtyllës dhe asgjë më tepër. Vlora është lënë pas dore, e thënë e rithënë me qindra herë në kronikat tona, jo për dashakejsi. Jo sa për të thënë, por me shpresën se ndërgjegja qytetare drejtuesve të Bashkisë së Vlorës do të zgjohej nga zëri qytetarëve vlonjat që meritojnë të përjetojmë lavdishëm festën e të gjithë shqiptarëve në qytetin simbol të pavarësisë së shtetit shqiptar. Shumë kusht tifoz apo që i preken interesat e pushimeve të zgjatura në drejtimin e një institucionit si Bashkia e Vlorës kërkon të dribloj fajin drejt qendrës, duke haruar vetëdijshëm grantin prej 1.4 milion eurosh dhënë nga qeveria shqiptare për Bashkinë e Vlorës në këtë vit, e duke haruar se vetë institucioni bashkisë planifikoi vetëm 50 milion lek për aktivitetet gjithvjetore. E kështu vlonjatëve kësaj here atmosferën festive ju ahoqën, ju amohuan të drejtën për të ndier festën, ju azymtuan edhe më qytetin për të marrë vetëm me hobet e përhershme të futbollit, ku trajneri e lojtarët paguhen 5 fish në muaj nga fondi akorduar për festimet në Vlorë. Ata harrojnë se klubi Kuqezi i futbollit s'ka vlerë pa qytetin Kuqezi të shqiptarëve, se për gjithë vlonjatët, për para rrogave maramëndse dhe ndeshjeve të dështuara të flamurtarit, ku Gjika është president, qëndron krenaria e tyre si vlonjat, banues të qytetit simbol të vendit, ku në këtë 100 vjetor i kanë ulur kokën, pa atmosferë, pa rrugë, pa prioritete, na kanë lënë pa qytetin dhe lavdinë e tij.